Në ditën e Fitr Bajramit, pas faljes së namazit, kryetari i Komunitetit Musliman të Shqipërisë, Bujar Spaiu, i kushtoi një vëmendje të madhe në fjalën e tij luftrave në përbot, duke u lutur për një fund sa më të shpejtë të tyre. Ndërsa ne festojmë këtë ditë të bekuar, nuk mund të mos mendojmë për botën rreth nesh. Në shumë vende të globit, në lindjen e mesme, njerëzit e presin Bajramin në rrethana të vështira, konflikti dhe lufte. Konfliktet, luftrat dhe padrejtësitë vazhdojnë të marrin jetë njerëzish të pafajshëm. Ka familje që sot nuk e ndjejnë gëzimin e kësaj lutje, e kësaj dite, por dhimbjen e humbjes dhe pasigurinë e së nesërmes. Në këtë ditë të bekuar, lutjet tona shkojnë për të gjithë ata që vuajnë, për fëmijët që rriten mes frikës dhe zhurmës së luftës, për nënat që presin me ankth një lajm për bijtë e tyre dhe për popujt që kërkojnë paqe dhe drejtësi. Më pas, kryetari i Komunitetit Musliman të Shqipërisë theksoi veçorinë më të madhe që ne kemi, bashkëjetesën fetare. Shqipëria, jonë e dashur, ka qenë gjithmonë një vend ku besimet fetare kanë jetuar në harmoni dhe respekt të ndërsjellët. Kjo është një pasuri e madhe shpirtërore dhe kombëtare që duhet ta ruajmë dhe ta forcojmë gjithmonë dhe të jemi vigjilent për të. Le të jetë ky Bajram një moment reflektimi për secilin prej nesh, të jemi më të drejtë në familjet tona, më të ndershëm në punë, më të kujdesshëm ndaj të varfërve dhe më të gatshëm për të falur njëri tjetrin. Presidenti i vendit Bajram Begaj, duke uruar të gjithë besimtarët musliman me rastin e Bajramit të Madh, tha se vlerat që mbart Ramazani nuk duhet të jenë ato që na shoqërojnë vetëm për gjatë këtij muaji, por duhet të na shoqërojnë për gjatë gjithë ditëve të vitit dhe për gjatë gjithë jetës sonë. Pas muajit të shenjtë të Ramazanit, unë uroj që Zoti t'ju ketë pranuar agjërimin, lutjet dhe përkushtimin tuaj. Vlerat në fakt që mbart Ramazani nuk duhet të jenë ato që na shoqërojnë ne vetëm për gjatë muajit të Ramazanit. Ato vlera duhet të jenë tonat, na shoqërojnë për gjatë gjithë ditëve të vitit, për gjatë gjithë jetës tonë. Unë uroj që të gjithë besimtarët musliman, të gjithë shqiptarët, të kenë gëzime dhe çdo të mirë në jetët e tyre. Uroj paqe në zemrat tuaja, dritë në shpirtin tuaj dhe bekime në çdo minutë të jetës tuaj.